Partia Demokratike e Kosovës, përkatësisht grupi parlamentar, ka përgatitur një draft rezolut të cilën e kemi proceduar në Kuvendin e Kosovës në mbrojtje të së vërtetës dhe dignitetit të viktimave të luftës. Sot përballë nesh nuk kemi vetëm sfida politike apo institucionale, kemi një sfidë edhe më të thellë dhe më të rrezikshme, përpjekjen për ta shtrembëruar historinë tonë. Kujtesa nuk është vetëm e kaluar, kujtesa është identitet, është themeli mbi të cilin qëndrojmë ne si shoqëri. Ne kemi dhënë një draft propozim e nderuara kryetare, jemi të gatshëm ta diskutojmë, kërkojmë të futet në rendin e ditës si pikë e parë. Më njëherë pas pyetjeve parlamentare. Nuk ka kuptim që Kuvendi sot të sillet normalisht dhe mos ta miratoj këtë rezolut si hapi parë, jemi të hapur për diskutim, për plotësime, po për PDK-n është e domosdoshme që kjo rezolut të hyjë në rand të ditës dhe të jetë pika e parë që trajtohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Faleminderit zonja nënkryetare Qitaku, tani radha është e grupeve parlamentare. Ftoj lëvizjen vetëvendosje përkatësisht shefën e grupit, zonja Nagafci. Faleminderit. Nderuar kryetare, faleminderit, ashtu sikurse diskutuam edhe në takimin e kryesisë bashkë me shefat e grupeve parlamentare, lëvizja vetëvendosje është e interesuar, e gatshme të kontribojë në një rezolut e cila do të paraqiste përmbajtësisht në aspekt shumë dimensional çështjet që trajtojnë luftën e fundit. Në lidhje me këtë, ne jemi të gatshëm që të delegojmë deputetët tonë, sikurse e biseduam edhe në takim, që bashkë me deputetët e grupeve tjera parlamentare të punojnë gjatë ditës dhe të vinë me një rezolut e cila i adreson këto çështje në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu siç pritet edhe nga Kuvendi. Pra ne jemi të gatshëm të dërgojmë deputetët tonë si pjesë e një grupi të përbashkët me përfaqësuesit e të gjitha partive dhe deri në fund të ditës të sjellim një draft për të miratuar në Kuvend. Faleminderit. Vetëm ju lutem që në ndërkohë derisa të flasin shefat e grupeve të dakordohen edhe një herë, pajtoheni që të mblidhen grupet parlamentare nëse ju kuptova drejt, përkatësisht përfaqësues nga grupet parlamentare që të diskutojnë tekstin e rezolutës. PDK-ja propozoi që kjo pikë të vendoset si pikë e parë e rendit ditës pas pyetjeve parlamentare, në anën tjetër sipas asaj që tha zonja Nagafci që kjo të radhitet si pikë e fundit e rendit të ditës. Pra kemi qëndrime të dy grupeve parlamentare, tash i dëgjojmë edhe grupet tjera parlamentare. Uroj që derisa të vim sërish që të kthehemi pas fjalës së grupeve parlamentare të kemi një dakordim edhe ndërmjet vetë grupeve parlamentare. Besoj që është e rëndësishme që të jemi të unifikuar në raport me këtë çështje që unë e shoh që është teknike sepse a është e para, a është e fundit, ne do ta trajtojmë megjithatë sot. Faleminderit zonja Lushaku. Faleminderit. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka shqyrtuar tekstin e rezolutës, edhe në parim pajtohemi për të, sepse mendojmë që është obligimi joni edhe institucional edhe shtetëror për ta mbrojtur të vërtetën edhe sakrificën e popullit ton për liri. Gjithsesi jemi të gatshëm të kontribojmë edhe në komision të përbashkët nëse ka një iniciativë të tillë për ta modifikuar edhe për ta plotësuar tekstin e kësaj rezolute. Faleminderit. Zonja Lushaku, më falni, a e propozut, a e përmendet çështjen se ku të radhitet në fillim apo në fund? S'ka rëndësi, e kuptoj qartë. Faleminderit. Faleminderit vetëm për sqarim sepse po na duhet që të kemi një koordinim sa më të mirë. Pra, LDK-ja është e hapur në raport sa e para apo e fundit. Faleminderit kryetare, na dojmë me qenë shumë të qartë lidhje me këto. Mbrojtja e vërtetës historisë luftës është obligim i përbashkët, edhe unë dua që edhe mundohem me gjithë ne edhe me grupin multietnik, e pikërisht për
për shkak të kësaj rëndësie, konsideroj se kjo rezolut nuk duhet të trajtohet me një urgjencë edhe me reagim ndaj momentit, por duhet të jetë një dokument i cili i ka gjithë përfshirje edhe e rregullon mirë këtë çështje, kështu që ne jemi të gatshëm të kontribuojmë, edhe jemi të gatshëm që të punojmë në këtë drejtim, edhe mendoj që duhet me pas kohën e mjaftueshme që sot gjatë ditës kjo më u votu, e për shkak të kësaj nuk besoj që duhet më konë pikë parë në ditës, por duhet mu vendosë më poshtë që me pas hapësirën edhe kohën e duhur të punës. Po i drejtohem edhe qytetarëve të Kosovës veç me i sqaru pak rrjedhën e këtij procesi. Ne këtë draft rezolut të propozuar nga grupi parlamentari PDK-s e kemi marrë dje si draft, gjithë ne grupet parlamentare. Kemi pas bukur një kohë për ta shqyrtuar, për ta trajtuar. Me sa e di unë i kam dërgu 2 komente, kanë qenë disa komente tjetër. Sot kem pas një takim në mëngjes, për një transparencës, po e thëm, ku kem diskutu për nevojën që përmbajtja me qenë paka shumë e përbashkët. Për që ka apo jo nevoj për me pas një rezolut për mendimin tim ky kuvend edhe kjo histori e Kosovës realisht është e pandryshueshme. Mirë po rrethonat në cilat është sot Kosova dhe është sot kuvendi Kosovës na obligon që të kemi një qëndrim për një çështje bukur të rëndësishme. Propozimi jam është që po ashtu tjetë në rand ditës së pike parë, ne i kemi një kohë që do të kemi pikën e parë të randit ditës që është hajt pak, apo ma mirë me thonë deklarime jashtë randit ditës, mujna me marrë edhe një kohë, se ashtu kështu vonum janë një sahat disa e nisëm kësaj seance, nuk besoj që këtu ka nevoj për një shkencë të madhe, e merë një grup punus që përfaqësohet prej grupeve tona parlamentare, ulen diskutoj një salla ka bëll, një orë e gjys, dhe vendosim pikë parë dhe jekim nga rendi ditës pa debat. Nuk është mirë me u rikthy debati në këtë kuvend për një çështje që është emblematike, historike, po duhet vetë jep një zotim i cili në esencë nuk buron, nuk krijon ndonjë obligim, po vetëm është një deklarat. Andaj, propozimi im është ta vendosim në pikën e parë, të vazhdoj me çështjet që janë me deklarime jashtë rendit ditës, në qoftë se nuk mund e kryen për një orë se ashtu zgjat debati, atëherë mja dhonë edhe një gjysore edhe me vazhdu punimet për shkak se i kemi edhe disa marrëveshje ndërkombëtare, disa pika për cilat jemi zotu ne me qenë prezent, që besoj është e rëndësishme dhe mos të komplikujmë një çështje që është e panevojshme mu kompliku. Me një orë e gjys, vazhdojmë me pikë të parë, diskutojmë edhe përmbyllim këtë temë, mos të majmë pezull. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Tahiri. Në këtë pikë, duke ju dëgjuar me vëmendje raport me atës çfarë deklaruat, konsideroj që është shumë e rëndësishme që të ketë unifikim raport me këtë çështje. Ne për herë të parë kemi edhe Ministrin për vlerat e luftës, Ministrin Hoti e kemi këtu. Prandaj unë mendoj që diskutimit për një draft rezolut që do të procedohet si harmonizim, si me thënë, nga gjitha grupet parlamentare, me kontributin e gjitha grupeve parlamentare, si që ka ndodhë edhe në të kaluarën, sepse sa herë është propozuar ndonjë rezolut paraprakisht është diskutuar me gjitha grupet parlamentare, pra do t'i shërbente edhe kontributi dhe ndihma që do t'a jepte Ministri Andin Hoti. Prandaj, duke pasur parasysh rëndësinë që ka kjo çështje, si kryetare kuvendit ju lusë që t'jeni të unifikuar sepse po e shoh që dallimi nuk është i madh. A vendoset në fillim të rendit ditës, a në fund besoj që ata që për një mend mendojnë që kjo çështje është shumë serioze, qëllimin duhet ta kenë që të kaloj rezoluta dhe ju a vendoset pika e treta e dytë. Ju lutem si kryetare kuvendit që t'i jepni hapësirë diskutimeve, të mos e paragjykojmë, ndoshta përmbyllet për 1 orë, ndoshta për 2 orë, ndoshta për 3 orë, por që le të vazhdojnë përfaqësuesit e grupeve të diskutojnë për këtë çështje dhe më pas na sjellin një draft të rezolutës. Zonja Qitaku? Kryetare, grupet parlamentare të gjithë deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës e kanë pranuar tekstin e rezolutës dje. Është deponuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ka pasur kohë të mjaftueshme.
që grupet parlamentare të japin drejtjet e tyre. Megjithatë, ne jemi të gatshëm që të ulemi bashk, sepse për ne, po besoj për secilin deputet që është sot këtu, nuk ka bashk asnjë çështje tjetër më të rëndësishme se trajtimi i kësaj rezolute, votimi në unanimitet. Ne jemi të gatshëm të ulemi, të takohemi, të inkorporojmë drejtjet, por nuk jemi të gatshëm të bëjmë kompromis, sepse ne u adham votat, kryetare, u adham votat për marrëveshjen ndërkombëtare. Do t'i votojmë marrëveshjen ndërkombëtare. Po ky tekst, kjo rezolut, në mbrojtje të së vërtetës historike, në mbrojtje të viktimave, është më e rëndësishme se çdo marrëveshje ndërkombëtare. Ju lutem, kryetare, tjetër puna nuk kemi, deputat jemi, rrim këtu edhe 2 orë, edhe 5 orë, ta kryjmë sot, edhe ta kryjmë si pikë të parë të rendit të ditës. Kjo është kërkesa jonë. Faleminderit. Kjo kërkesë është adresuar, proceduar dje pas dite në Kuvendin e Kosovës, por që administrata ka pas të pamundshme të shpërndajtë deputetet e Kuvendit. Ate kanë pas vetëm disa, ju lutem vetëm për sqarim. Ate kanë pa vetëm disa me cilët jemi konsultuar. Për hir të sqarimeve, në raport me opinionin publik, unë kam pas një takim sot me anëtarët e kryesisë dhe shefat e grupeve parlamentare në orën 9 në kabinetin tim. Kemi diskutuar për këtë çështje, në parim jemi pajtuar dhe unë mendoj që është dashur që të vazhdojmë në frymën e atij takimi që kemi pasur në mëngjes pra së bashku. Në këtë drejtim, pika që është propozuar nuk e definon a është pikë e para e pikë e dytë e rendit ditës. Pra, kërkesa që PDK ka parashtruar nuk kërkon që të jetë të radhitet si pikë e parë e rendit ditës. Prandaj, vetëm ta sqarojmë. Prandaj, nëse kërkesa formale që është procedu në Kuvend Kosovës nuk e thot këtë, atëherë ju lutem që ta bëjmë kështu siç keni thënë, vetëm që pas dakordimeve nga grupet parlamentare, kurdo që të përfundojnë, pastaj vim dhe diskutojmë sërish. Dhe unë po përpiqem vetëm që më jap zgjidhje, përndryshe unë detyrohem që të vendos propozimin e juaj në votim dhe çka mbrim pastaj. Prandaj ju lutem që po ju jap edhe një hapësirë që të konsideroni kërkesën time, jo tash të vetvendosjes, kërkesën time si kryetare e Kuvendit. Zonja Alqitaku? Rregulloria më lejon që të bëj propozim edhe tani. Dhe unë tani po propozoj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës që kjo të jetë pikë e parë e rendit të ditës. Nuk ka fije kuptimi që ne të trajtojmë çështje tjera sot pa e votuar këtë rezolut. Dhe po e them shumë sinqerisht, vonë jemi, duhet ta bëjmë me njerë. Faleminderit, nderuar kryetare e Kuvendit, ashtu sikurse e tham dhe pajtohemi se është një çështje e cila ja vlen të diskutohet në Kuvend, por po ashtu kjo rezolut do duhej të reflektonte unitetin politik dhe ndërpartijak. Për më shumë, Kuvendi si institucioni më i lartë i vendit nuk mundet të trajtohet si një institucion i cili vetëm miraton një rezolut sa për të shprehur një deklarim politik. Duhet të sigurohemi që çështjet e rëndësishme adresohen atë dhe ne si grup parlamentar jemi të gatshëm dhe të interesuar që bashkë me përfaqësuesit e grupeve tjera parlamentare të ulemi dhe të diskutojmë që të kemi një rezolut përbashkuese në lidhje me këtë temë.